Në këtë që thashë, cila është e gjithë pranuar? Gjithçka që the ti edhe në hyrje, që unë thash, Cila? e thon kështu është ideale. Po, është folur për këto gjëra? Ja pra që u surprizove. Sepse pikërisht gjithë kjo tymnaj që është ngritur, krijon problemin e madh, që heq vëmendjen njëherë nga gjëja e madhe dhe e vërtetur, por pritje se kjo është një gjë që synon të ndreqë një gjë shumë më të madhe. Po, ta them unë të vërtetë. Dhe fokusimin në një pjesë të vogël e bën dhe shoqërinë që Po ja të përgjigjet Dorina se e ka gjetur ligjin të plot dhe... Jo, nuk po flas për çfarë foli. Po jo, e kam gjetur, tha. Më tha që ne tha bëjmë shumë punë tha dhe për njerëzit me aftësi të kufizuar. Para 2 javësh të verbërit, dua ta theksoj këtë, të verbërit kanë gjetur rrugën, ata që nuk shikojnë rrugën, kanë gjetur rrugën për të dalë në protestë, për të kërkuar mbështetjen që u është mohuar, u është vjedhur. 27 organizatat, sa organizata menaxhohen nga një njeri që ka bashkuar të drejtat e fëmijëve me ambasadën Pink në një zyrë. Çfarë do ambasada Pink e LGBT-s e bashkuar? Mos më ndërprit, nuk të ndërpreva. Patjetër po. Çfarë kërkon e drejta e fëmijëve e bashkuar me ambasadën Pink? Ku i kenë në foto? Unë mendoj që Gonzalo duhet të mbaj përgjegjësi dhe për atë që ka ndodhur mbrëm tek Fevziu, duhet të mbaj përgjegjësi dhe për këtë që po them unë. Kush i ka bashkuar të drejtat e fëmijëve me ambasadën Pink në Shqipëri që janë plus 18? E mbyllim këtu këtë. Dua të them për çfarë thatë. Ne kemi bërë shumë punë. Ata lloj punësh që ke bërë ti, apo ato lloj punësh që ke bërë, qëndrojnë në zyrën tënde dhe ne nuk shikojmë asgjë. Ne shikojmë që kemi abuzim fondesh, ne shikojmë që kjo LGBT nuk i kanë ndihmuar këto njerëz që janë vulnerabël dhe ne shikojmë që një baba i cili sot jeton jashtë, i cili ka qenë në Rom, u është shëmbur shtëpia, na e vështirësuan jetën, nuk kishim ku shkonim më dhe djalit tim tha, në fund fare i thonë, nëse bëhesh gay të ndihmojnë, kështu si jeni ju, nuk ju ndihmojnë. Pra, e çojnë njeriu, ja tërheqin litarin e fytit dhe i çojnë në një lloj edukimi ku duhet patjetër që të bëhen o trans, o gay me indoktrinim. Mos u merr me kariotipin, mos merremi fare me anomalit kromozomale, e dim në sa përqind janë ato, se po i hyra asaj nuk pushojmë më pastaj, se i bie të shëmbim komplet Bashkimin Evropian dhe ç'po bën me fëmijët e majta në Europë, por dua të them pjesën e padrejtësisë që po bëhet me indoktrinime, duke i dhënë një pushtet mbi pushtete dhe duke shënuar projekti 2021-2027 Shqipëria LGBT, është një projekt që është përfshirë në këtë lloj kombi që kemi në këtë lloj shteti dhe shkruhet i detyrueshëm në kurrikulat shkollore. Dhe kjo është ky projekti? Urdhra. Se Dorina flet me fakte. Do të nxjerrë edhe shifrat. Fakte interneti, projekt, ç'është ky dokument? Kush e ka bërë këtë si dokument? Ta them unë. Ku ekziston ky? Kishit fshirë para mbrëm, po e kemi shkarkuar për fat. Shkarkojmë ne. Ruajmë. Shkarkojmë, po ta marrim. Kush e ka bërë këtë dokument? Pse i fshini? Pse i fshini ju? Do të ta nisë me email. Po kush ju? Po ç'kemi? Është vërtet kjo? Po po thot ju e. Po është vështirë. Ja të ta them unë kush është. Atëherë, se i kanë postuar para 2 ditësh. Është raport vlerësimi i planit kombëtar të veprimit për personat LGBT në Republikën e Shqipërisë kjo është 2016-2020, kemi dhe tjetrën që është 2021-2027. Dhe thot projekti, kemi dhe shifrat, 331 Do të nxjerrim edhe në ekran. Mund të nxjerrim për shembull në ekran ose ta drejtosh nga kamera jote për shembull? Sa shumë ka. Jo më dërgoj apo që falin, po ta shohim këtë që po thoje se. Po patjetër. Një sekondë se i kemi të gjitha rekomandime. Të filloj rishikimi. Ja një sekondë. Të filloj rishikimi. Të filloj rishikimi i kurrikulës që të përfshihen çështjet LGBT në kurrikula në të gjithë nivelet e arsimit dhe veçanërisht arsimin parauniversitar si pjesë e rregullt dhe e detyrueshme. Pra LGBT-ja të jetë pjesë e detyrueshme, do ta nis me email. Do ta nis me email të gjitha, se ndoshta nuk e ke hasur dhe është madje dhe foto. Kjo është strategjia? Harta e Shqipërisë është ngjyrosur me flamurin bukurosh, me shumë ngjyra dhe është projekt shumë i bukur, të duket sikur është një parajs, por ndërkohë është një indoktrinim që i bëhet fëmijëve. Unë nuk do doja të kishte brezi ynë një indoktrinim se po shuhemi. Ke numrin e vdekjeve më të lartë se numri i lindjeve.
Pra është një mendim i thjesht për ciptas. LGBT-t janë problemi për gjithë. Jo, burr me burr nuk lindi fëmijë. A kemi probleme të tjera në si shoqëri apo ky është problemi jonë? Po flasim për këtë temë se kjo është një pikë ujë në oqean që pret burimet njerëzore. Nëse do të flasim bashkë, hajde flasim për atë komunizmin që po hiqen pulat nga borri, që s'ja ka bërë Sember Hoxha dje në Ndroq, fshatarëve të Shqipërisë pse kanë bërë një kotec. Pra sepse duhet të shkojmë drejt një ushqimi kooperative të kontaminuar, besoj, se nuk do na bëjnë kooperativa të shëndetshme. Pra ne jemi në një padrejtësi shtetërore këtu dhe në një hing, po na fusin në një hing ku nuk kemi transparencë. A ka mundësi që dhe këto fonde që vinë të shkojnë realisht këto 200 tranca që janë për të drejtën e tyre njerëzore, për të drejtën e tyre mjekësore, dhe ata akoma keni 15 vite nuk e kishin bërë një dokument për të kaluar në kufi. Gjo, mos u drejto kështu keni, se duke më përfshi dhe mu në një gjë që s'ka mundësi të jemi. Atëherë, kjo organizat që ti po mbron me kaq fanatizëm, zotri. Kjo organizat që ti po mbron. Nuk mbroj gjë me fanatizëm unë mbroj drejta e njeriut me fanatizëm. Okej, nuk po mbroni, ju po sulmoni drejtat e njeriut se e keni lënë njeriu mes katër rrugëve. Dhe e keni çuar në prokurori pse tregoj të vërtetën. Ky është mendimi juaj. Okej. Domethënë ju jeni intimidues, ju jeni dhe unë personalisht, jo, unë si institucion mbroj drejta e njeriu. Kujdo qoftë. Atëherë, ati transi ja shkelur të gjithë të drejtat nga LGBT-ja. Dhe shumë mirë që hetohet dhe ka ekspozuar këtë gjë dhe të mund të hetohet edhe të marrin vesh vërtetën. Po ky është shembulli. Ne për shembull kemi nevojë, ne s'kemi nevojë për ajër. Shumë mirë më që e bën. Tani po flet për rastin që u bë publik në media. A kërkoni më tepër se aq? Luana. A ju duhet një rast tjetër? Okej. Jo, se para se duhet një fëmijë tjetër ta bëjë. Jo, para se të hynim në studio mund ta thuash edhe këtë detaj që të duhet ka arritur derisa kërkon ndihmë ty, domethënë, ndihmë financiare, apo? Po, patjetër. Po pra, se e ka të dokumentuar Dorina, po? Po se nuk e ndihmojnë, i përdorin. Dhe shifrat që kalojnë për fonde janë të llatarshme. Pra kemi 100 tranca, 20 tranca, nuk ka rëndësi, nuk e di sa janë, të cilët nuk marrin një ndihmë për të përballuar jetesën e tyre, por i përdorin për figura, se si këto po sulmojnë, ne nuk i sulmojmë ata. Më vjen shumë keq. Ne kur nuk kemi sulmuar jetën individuale të askujt. Kur flitet për burimin njerëzor kombëtar, flitet për trashëgimin, për familjet, për nën baba, për lindshmëri, se dhe ata kanë ardhur nga një nën baba. Nëse pak individ zgjedhin që jetën personale ta realizojnë në një formë të tillë, nuk duam të lindim, është forma tyre. Askush nuk i ka gjykuar. Nuk kam një presje që unë të kem gjykuar përse ka zgjedhur të jetojë ashtu. Dhe nuk i mësojnë që të ngrihen, sepse kur ti shkon në një qendër e cila kërkon fonde se thot duhet ti mësojmë këta njerëz të ngrejnë veten, pra të ringrihen, të shkollohen. Ai thot unë kërkova shkollën, ata më bën trans. Pra që këtu e kemi mbyllur debatin. Unë nuk kam çfarë flas. Po për rastin që u bë publik, ka nisur verifikimet për shembull? Nga kush? Po pse nuk ka organizma shtetëror që merren me këtë punë, qoftë edhe e kanë denoncuar në prokurori Streha. Nuk pretendoj të jemi informuar për gjithçka. Dhe di çfarë ishte dokumenti. Qoftë aty ka çështje që lidhen. Po sepse ju luftoni diskriminimin, po deshe bëjmë podcaste që ta shpjegoj çfarë bëjmë ne. Po sepse këtë nuk merrem me gjithçka ne.